Kuksi vazhdon të jetë aktiv në ditët e fundit të mëkatës në një moment të delikat të sezonit ku çdo lëvizje shihet si jetike për fatet e skuadrës. Verlindor, të pozicionuar aktualisht në fundin e tabelës së kategorisë së parë, po përpiqen të ndryshojnë kurs përmes të përforcimeve dhe një fryme të re në pankinë. Pas zyrtarizimit të Bledi Kadiut në krye të stolit, klubi ka prezantuar edhe një afrim të ri në repartin e mesfushës. Omer Shemshiu është futbollisti më i ri i Kuksit, i cili vjen nga skuadra kosovare e Gjilanit. 23 vjeçari pritet të sjellë më shumë energji, dinamik dhe alternativa në mesin e fushës, një repart që ka vojtur ndjeshëm gjatë fazës së parë të kampionatit. Shemshiu është bashkuar menjëherë me skuadrën dhe ka nisur stërvitjen në ndërtimin e trajnerit të ri Bledi Kadiu, 46 vjeç, i cili nuk ka humbur kohë dhe ka filluar punën intensive me grupin me synim për të rikthyer besimin dhe për të rritur nivelin e konkurrencës brenda ekipit. Stafi teknik shpreson që mesfushori i ri të përshtatet shpejt me kampionatin dhe të jap kontribut që në ndeshjet e para. Deputimi i Omer Shemshiut pritet të vijë në Kukës Arena në përballjen ndaj Besës së Kavajës, një sfidë që konsiderohet mjaft e rëndësishme për Verlindorët. Një rezultat pozitiv në këtë takim do të ishte një sinjal i fortë për vazhdimsinë e sezonit dhe për objektivat e mbijetesës. Sa i përket trajnerit, Bledi Kadiu vjen në Kukës me eksperiencë në drejtimin e ekipeve si Dinamo U21 dhe Luzin. Megjithatë, sfida aktuale konsiderohet ndër më të vështirat e karrierës së tij për shkak të situatës së rëndë në renditje dhe presionit për rezultate të menjëhershme. Qëllimi kryesor i 46 vjeçarit është i qartë të sigurojë sa më shumë pikë në ndeshjet e mbetura dhe të mbajë gjallë shpresat për qëndrimin në kategori. Aktualisht Kuksi, siç dihet, renditet në vendin e fundit të kategorisë së parë me vetëm 9 pikë të grumbulluara pas 19 ndeshjesh. Diferenca me skuadrat e tjera mbetet e ndjeshme, por në klub besojnë se përforcimet, ndryshimi në pankinë dhe mbështetja e tifozëve mund të sjellë një kthesë pozitive në javët e ardhshme.